që një ditë mund të përkojë në rrezik. 80 vjet nga ai që njihet si gjyqi special për kriminalet e luftës dhe armiqtë e popullit, Instituti për studimin e krimeve dhe pasojave të komunizmit, organizoi një takim për të kujtuar ngjarjen që shënoi zyrtarisht instalimin e diktaturës. Pas rrëfimeve të nipërve të pushkatuarve, takimi shfaqi një film që sjell të plot peshën e gjyqit dhe pasojat e tij. Ishte 1 mars i vitit 1945 në Tiranë, kur dyert e ish kinema Kosova u hapën, por jo për të shfaqur filma. Aty u zhvillua një ngjarje me përmasa dhe absurdit. Një gjyq publik dëshmonin ekzekutimin e 17 intelektualëve të njohur dhe ndëshkimin e shumë të tjerëve me vite të gjata burgu dhe izolimi. Kjo ngjarje do të ishte vetëm një nga shumë të tjera që shënuan një periudhë të errët të historisë së Shqipërisë, ku pas luftës së dytë botërore, frika dhe represioni u kthye në normë. Në dokumentar, intelektuali ishte dënuar e studiues analizuan regjimin dhe mënyrën se si ai u angazhua të luftojë çdo zë kundërshtar, si dhe të mbjell terror tek intelektualët. Shqipëri që kishte pasur pushtet, që kishte pasur influencë, kishte pasur zotërime dhe ekonomike, në tjetër, e gjithë kjo elit në këtë revolucion, në vizion që kanë ka për revolucionin, duhet eliminuar. Gjyqi u ndërtua mbi akuzën e kolaboracionizmit. Gjyqi special është shembulli tipik i kësaj dhune të konstruktuar, të mirë formatuar dhe të aplikuar për të pastruar. E vetmja gjë që mund të garantonte pushtetin, domethënë jetësi në pushtet komuniste ishte të zhduknin elitën që ekzistonte, të zhduknin njerëzit e pasur dhe të ditur. Mes të dënuarve në gjyq ishte edhe kunati i diktatorit, ndërsa Balluku dhe Kapo ishin në anën e vendimarrjes.